Po vazhdojmë me njohuritë nxënësa në fizik nga klasa e 6, por tani do t'jetë testi i dytë, të cilin do të kemi po ashtu 5 pyetje. Matja e gjatësisë. Matja e sipërfaqes është pyetja e dytë. E treta, matja e vëllimit. E katërta, matja e kohës. Dhe e pesta, matja e masës. Do të flasim për secilën nga këto mallësi fizike, edhe pse me mjaft kujdes i kemi përpunuar ato gjatë vitit shkollor. Pra të kuptojmë sa kemi mbajtur mend për gjatësinë si një mallësi fizike. Pra pyetja e parë është matja e gjatësisë. Gjatësia është një nga mallësitë themelore që simbolikisht shënohet me shkronjën L, apo mund të shënohet edhe me ndonjë shkronjë tjetër si A, B, e kështu me radhë, në segmente drejtëza apo në brinjë e kështu me radhë nga matematika. Gjatësia si mallësi fizike, njësi ndërkombëtare e ka metrin. Pra njësi ndërkombëtare me të cilën matet gjatësia është metri. Por anglezët kanë njësi të veta me të cilat matin gjatësi. Dhe këtë do ta bëjmë krahasimin e gjatësisë të shprehur në metra si njësi ndërkombëtare evropiane dhe njësive të gjatësisë të cilat janë në sistemin e vendeve angleze. Kemi raste të matim gjatësi të cilat janë shumë të mëdha, por gjithashtu edhe kemi raste të matim gjatësi të cilat janë shumë të vogla. Për t'i paraqitur ato më lehtë dhe të kemi gabime sa më të vogla, gjatësitë të cilat janë shumë të mëdha i matim me shumë fisha të metrit. Në testin e parë treguam edhe një herë cilët janë shumë fishat dhe nën fishat. Por tani kemi të bëjmë me shumë fishat e metrit. Pra, shumë fishat e metrit. Shumë fishat e metrit janë deka metri. Deka shënohet me DA e metri me M. Shumë fish tjetër që mjaft përdoret është hektometri. Po gjithashtu përdoret edhe kilometri e kështu me radhë. Dekametri i ka 10 metra. Pse? Sepse deka është shumë fish, e thamë se kur të përkthehet në gjuhën shqipe, do të thotë 10 metri më. Hekto është 100, e metri shënohet me m. Kilometri shënohet me k, dhe metri me m, ndërkaq kilo do të thotë 1000 e metri më. Pra një dekametër ka 10 metra, një hektometër ka 100 metra, një kilometër ka 1000 metra, e kështu me radhë. Por gjatësitë shumë të vogla maten me nënfishat e metrit. Pra, nënfishat e metrit. Dhe nënfishat e metrit, të cilët më së shumti përdoren, janë decimetri që shënohet me dm, centimetri që shënohet me cm, milimetri që shënohet me mm. Decimetri i ka 0.1 metër. Centimetri 0.01 metër. Milimetri 0.001 metër. Tani do të flasim për matjen e sipërfaqes. Sipërfaqja është një mallësi fizike e cila
simbolikisht shënohet me shkronjën e madhe të shtypit S. Pra, pyetja e dytë është matja e sipërfaqes. Sipërfaqja si mallësi fizike, njësi të vetën ndërkombëtare, ka metrin në katror. Për shembull, nëse është dhënë një sipërfaqe e kësaj forme, ku le të supozojmë se kjo është gjatësia A dhe gjatësia tjetër është po ashtu A, që në matematikë to quhen gjatësi dhe gjerësi, sepse mund të ndodhë që gjatësia dhe gjerësia mos të jenë të barabarta, atëherë gjatësinë do të shënojmë me A e gjerësinë me B. Po cila është sipërfaqe e këtyre figurave? Tërë sipërfaqja brenda kornizave është sipërfaqe e atij trupi. Pra, kjo është sipërfaqja e trupit të cilën e shënojmë me shkronjën S të madhe të shtypit. Dhe sipërfaqja paraqet prodhimin në mes të gjatësisë dhe gjerësisë. Meqense në këtë rast kemi gjatësinë dhe gjerësinë të njëjta, atëherë kemi A herë A. A herë A është A në katror. Njësia ndërkombëtare e sipërfaqes është metri katror. Gjatësia A matet me metra, që shënohet me m, e metri do të jetë në katror, sepse edhe gjatësia A është në katror. E cila do të jetë sipërfaqja e figurës tjetër ku ka gjatësi dhe gjerësi? Sipërfaqja e saj përsëri themi se është tërë hapësira brenda kornizave, që po ashtu thamë sipërfaqen e shënojmë me shkronjën S të madhe. Në këtë rast, sipërfaqja të gjendet me formulën A herë B. A-ja është gjatësi, B-ja është gjerësi. Po dhe gjatësia, gjerësia, pjerësia, thellësia, lartësia, kështu me radhë, të gjitha maten me metra. Prandaj, do të shkruajmë se njësi ndërkombëtare e gjatësisë është metri, herë njësi ndërkombëtare e gjerësisë është po ashtu metri. E metër herë metër është metër në katror. Pra, metri katror është njësi ndërkombëtare e sipërfaqes. Por edhe këtu kemi të matim sipërfaqe shumë të mëdha, apo shpeshherë kemi të matim sipërfaqe shumë të vogla. Prandaj, do si do, duhet të përdorim shumë fishat dhe nën fishat e metrit katror. Pra, shumë fishat e metrit katror dhe nën fishat e metrit katror. Ju këto i keni mësuar mirë në klasën e 6, prandaj i rikujtoni edhe një herë që janë dekametri dAm në katror, hektometri km në katror, kilometri në katror km në katror, e kështu me radhë. Nën fisha janë decimetri katror, centimetri katror, milimetri katror, e kështu me radhë. Në testin e dytë, pyetja e tretë është matja e vëllimit. Pra folëm për matjen e gjatësisë, për matjen e sipërfaqes, tani do të flasim për vëllimin. Vëllimi është një mallësi fizike që simbolikisht shënohet me shkronjën e madhe të shtypit V. Për shembull, nëse dëshirojmë të matim vëllimin e një trupi, atëherë themi se ajo është hapësira të cilën e zën ai trup. Për shembull, po supozojmë se kemi një trup me formë të rregull gjeometrike, një kub, ku dim se kubi i ka të gjitha brinjët e barabarta, A dhe A.
Njësia ndërkombëtare e vëllimit është metri kub, që shënohet me simbolin m në fuqinë e tretë. Pra, pyetja e tretë ka të bëjë me vëllimin e trupit. Po, si do të gjejmë vëllimin e një trupi? Vëllimi i trupit në këtë rast, nëse është i kubit, do të gjejmë duke shëmzuar brinjët e tij, a herë a herë a, që mund të shkruhet a në të tretën. E kur të gjendet njësia e as, do më thonë njësia e gjatësisë është metri, a-ja në të tretën, atëherë edhe metri është në të tretën, që del se metri kub është njësi ndërkombëtare e vëllimit. Por trupat mund të kenë forma të ndryshme. Për shembull, mund të kemi një trup në formë të cilindrit. Dhe në qoftë se trupi në formë të cilindrit është në këtë mënyrë ku e dim se sa është sipërfaqja e tij dhe sa është gjatësia, atëherë duhet të dim se cila është formula e sipërfaqes së rrethit. Pra këtu kemi një rreth, e sipërfaqja e rrethit është pi r në katror. Tu kemi një gjatësi të cilën e shënojmë me l apo me a, dhe vëllimi do të jetë i barabartë me sipërfaqen herë gjatësinë. Dhe njësia do të del metri kub. Njësia ndërkombëtare e sipërfaqes, kur u përgjigjëm në pyetjen e dytë, thamë se është metri katror. Prandaj do të shkruajmë metri katror. Herë, njësia ndërkombëtare e gjatësisë, jemi përgjigjë në pyetjen e parë, është metri. Nëse dani mund të themi se është fuqinë e parë, ose fuqinë 1, dhe këtu kemi shumëzimin e fuqive me bazë të njëjtë, ku baza përshkruhet, në këtë rast metri përshkruhet, eksponentët mlidhen 2 plus 1 është 3. Pra më në të tretën, apo lexohet metër kub. Pra metri kub është njësi ndërkombëtare e vëllimit, që në formulën për përcaktimin e vëllimit të cilindrit është formula S herë L, ku S thamë është sipërfaqja së këtu, ndërsa L është gjatësia e cilindrit. Por mund të kemi të bëjmë me matje edhe të trupa me formë të parregull gjeometrike. Për shembull, mund të ndodhë të kemi një trup me këtë formë, dhe formula me të cilën përcaktohet trupi me formë të rregullt gjeometrike nuk ekziston, por ekziston mënyra se si mund të matet vëllimi me formë të parregullt gjeometrike të cilën e kemi përpunuar. Dhe nëse nuk ju kujtohet, mund të ktheheni në fillim të mësimeve të cilat i kemi sqaruar në klasën e 6. Gjithashtu, dini se gjatë matjes së lëngjeve, ato i shprehen zakonisht në litra, por litri nuk është njësi ndërkombëtare e vëllimit, që është simbolikisht shënohet me L. Litri ka 1 decimetër kub, pra 1 litër i ka 1 decimetër kub. Decimetri kub është 1000 herë më i vogël se litri, dhe mund të themi se 1 litër është 0.001 metër kub, pra metër në të tretën. Vazhdojmë me pyetjen e 4 të testit të dytë njohurit e nxënësa në fizikën e klasës së 6. E pyetja e 4 është matja e kohës. Pra koha është një mallësi fizike që shënohet me simbolin shkronjën e vogël T, ndërkaq njësi ndërkombëtare e kohës është sekundi. Një sekond përafërsisht zgjat sa themi 1, 2, 3 e kështu me radhë. Pra
Këta mund të themi se janë sekonda, por ndryshe në jetën e përditshme mund të themi se sekonda parafërsisht zgjat sa i hapim dhe i mbyllim një herë syt. Pra 1, 2 e kështu me radhë. Ngjarjet zhvillohen brenda kohe. Prandaj koha është një mallësi shumë e rëndësishme fizike dhe meqense thamë se koha për njësi ndërkombëtare ka sekondën që parafërsisht zgjat sa numërojmë 1, 2, 3, 4, 5 e kështu me radhë, atëherë kemi njësi më të mëdha se sekonda. Njësi më të mëdha se sekonda janë minuta, që zakonisht janohet min, po një minut i ka 60 sekonda. Njësi më e madhe se minuta është ora. Ora shënohet në simbolin H dhe një orë i ka 60 minuta. Por sa sekonda i ka një orë? Nëse dëshirojmë që orën ta kthejmë në sekonda, atëherë shkruajmë 60, atëherë sqarojmë se një orë ka 60 minuta. Po shkruajmë 60 herë, minuti thamë është 60 sekonda, shkruajmë pra herë 60 sekonda. 60 sekonda ka zëvendësu minutin. Dhe si do të shumëzojmë 6 herë 6, 36. Shtojmë edhe 2 zero të numrit 60 edhe të numrit tjetër 60, 3600 sekonda. Pra një orë ka 3600 sekonda. Njësi më e madhe se ora është dita. Një ditë e plot i ka 24 orë. E orën nëse e kthejmë në sekonda, atëherë numri 24 duhet ta shëmzojmë me 3600 sekonda, sepse një orë i ka 3600 sekonda. E kur të shëmzohet numri 24 me 3600, del 86400 sekonda. Pra një ditë e plot i ka 86400 sekonda, apo llogaritni për një ditë në qoftë se do të kishim numëru, që do të jetë shumë e vështirë, deri në 86400, atëherë do të bëhet një ditë e plot. Do të vazhdojmë me pyetjen e 5, ajo është matja e masës. Pra tani do të flasim për masën e trupave. Pyetja e 5 është matja e masës. Çdo trup ka masë. Masa simbolikisht shënohet me shkronjën M, ndërkaq njësi ndërkombëtare e masës është kilogrami, që shënohet me kg. Në jetën e përditshme mund të kemi raste të matjem masa të mëdha apo të vogla, kështu që njësia kilogram mund të jetë njësi e madhe apo vogël. Dhe si njësi bazë e masës është grami, prandaj kemi shumë fisha të gramit, dekagrami, hektogrami, kilogrami e kështu me radhë. Por kemi edhe nën fisha të gramit që janë decigrami, centigrami, miligrami e kështu me radhë. Dhe tani do të tregojmë se si i shndrojmë dekagramt në kilogram. Grami është 1000 herë më i vogël se kilogrami. Ja këtu ku kemi kilogrami, kilo do të thotë 1000 e grami g, që do me thonë se 1 kilogram i ka 1000 gram. Por grami është më i vogël se kilogrami. Grami është 1000 herë më i vogël se kilogrami,
E numri 1 herë më I vogël është 0,001 në këtë rast kilogram. Pra 1 gram I ka 0,001 kilogram. Apo 1 kilogram I ka 1000 gram. Dekagrami e hektogrami do të kthehen një herë në gram, e pastaj mund të shndrojmë në kilogram. Dekagram është 10 herë më I madh se grami. Hektogrami është 100 herë më I madh se grami, por do të kthehen në kilogram. 10 gram shkruajmë 10 herë grami është 1000 herë më I vogël se kilogrami, 0,001 kilogram. Këtu një 0 me një 0 thjeshtohet, edhe del 0,01 kilogram. Pra, një dekagram I ka 0,01 kilogram. Hektogrami shkruajmë 100 herë, grami është 1000 herë më I vogël se kilogrami. Tu tani 2 0 me 2 0 thjeshtohen, dhe kur shumëzohet ky numër del 0,1 kilogram. Po grami si të shndrohet në kilogram tash? Kemi 1000, grami është 1000 herë më I vogël se kilogrami, shkruajmë 0,001 kilogram. 3 0 me 3 0 thjeshtohen, e 1 herë 1 është 1 dhe njësia kilogram. Pra 1000 gram I pas ka 1 kilogram, ashtu edhe si stam se 1 kilogram I ka 1000 gram.